Në shkollën e Menduraku u mbajt një aktivitet i veçantë për kujtimor, kushtuar epopesë së UÇK-s. Një moment historik që simbolizon guximin, sakrificën dhe vendosmërinë për liri të popullit të Kosovës. Nxënësit dhe stafi i shkollës u mblodhën për të nderuar kujtimin e familjes Jashari dhe të gjithë luftëtarëve që kontribuan në rrugëtimin drejt çlirimit dhe pavarësisë. Që çdo vit që të pasofta ndjerën për të shumuar të tashme të përgjithësisë të Kosovës. Një moment më të rëndësishëm për historisë tonë, që simbolizon sakrificë, përcjellje dhe përkushtim për ndërtimin e tonë. Në emër të kolektivit tonë, në emër të qëndruesve, nivelin gjeneral, do të vërtetoj që të fillojmë pas vizitë së historisë që do të tashmë në historisë. Por neve si institucion, kjo do të veçantë, sepse familja jonë është të respekt i madh për shkollën, për brezat e tij që sot do të bëjnë të shkollë. Do të thotë që në radhën se të shkollë do të pësojë në sendë të tjerë në vitet më të vështira do të ka qenë qendra e përpjekjeve të punës. Kjo është një pjesë e hapësirë e organizimit paralel. Si në fata nëse të rëndësishme në existentës, për mund të të shumë aktivitete dhe organizimit që të në të cëllime të kohë për shqesit të Kosovës. Në këtë ditë solemne, shkolla pati nderin të mirëpres generalin Daud Haradinaj, i cili ndau me nxënësit një rrëfim të gjallë nga përvoja e tij gjatë viteve të luftës. Ai foli për sfidat, sakrificat dhe momentet vendimtare që karakterizuan luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke u dhënë nxënësve një perspektivë të drejtpërdrejtë mbi historinë që ata mësojnë në librat shkollor. Çështja e vërtetë që cilulat e para të UÇK-s, të cilat në forma ndryshme, në regjimin e Miloševićit për radhën e vitit 98. Pra në ndrimin e viteve 97-98 ishte pikërisht sulmi i parë familjes Jashari. Mësojmë që të shtoj fali shpejtësie që ato pasaj familje dhe 3 muaj më vonë pikërisht e 5 mars 98 ndodhi ajo që tashmë është që njohim kontesht rrëfimi i familjes Jashari dhe përkasë. Në këtë ngjarje në datën 5 të sulmi, rani familje ka qenë 5 këtë tashmë i qujnë në rajë ose se tërë, sepse kështë të mi, kështë të shumë, kështë të gra, kështë të pleqë, por një luftë për gjaqshme të para, organizime e Jugoslavë, policia e Jugoslavë, tonë arsenale në vetë në projekt e familje, nuk e disa jemi ju për klasë, po është një pjesë periferi të fshatit, në tonë e fshatit është në thunë, në mas një bombardimi, po thunë se 28 orësh, a vetën edhe të vrasja e komandantët e gjendare të shmarën Jashari dhe familjes ti, por në këtë përbej u vranë 55 antarët e familjes Jashari. Mesin e tyne edhe Maca Osmani, që një daja e tyne njëri më shumë, po ashtu baba e tyne, baba e Adem Jashari, Shabani, po ashtu baba e tyne, Hamza, e shumë të tjerë. Kësa është pratë shumë në rëndësimi, për vetëm sakrifica individuale e numrit 53, sepse keme në për Kosovë me 10 familje që kanë numra në gjashën edhe ma shumë se 53 vrarë. Kemi masakrat panume nga në për Kosovë, do që shkojnë në çdo rajon, do fillu bejtë për qytetit e temi në çdo skaj Kosovës, por nga kjo ditë ishte përgjigje drejt për drejt se nuk ka alternativë tjetër për pas luftës së vendosur me Serbi. Dhe pikërisht në rrethë 7 do hyjë tërë Kosovën, i madh i vogël ka qenë mobilizuar përmes një regjimi të Miloševićit. Kjo ishte një lajm i madh për shqiptarët, në përgjithësi edhe për Kosovën, kombë shqiptarë ishte mobilizuar diaspora jonë Shqipëria, do që kishte shqiptarë tashmë në lidhur, se nuk ka kohë tjetër për pas luftës. Aty ku mësohet, lindë dhe qëndresa, shkollat u kthyen në vatra të guximit dhe sakrificës. Sot bashkë në një moment tepër të rëndësishëm, kur shkollën 28 vjetor e sakrificës familjes Jashari, por para se me këtë ngjarje, duhet me rikujtu edhe një herë sakrificën e brezave
për në ardhjit e vitin 98, dhe që ishte pikërisht shkolla tempo i dijes ju një valë rezistencë. Pra, jo në shkolla në Europë, çdo shkollë në nivel të Republikës pas viteve në ndajta që të tynë në sfi për balë dhe Republikën e Shqipërisë. Dhe në bazë të asaj dhumën që në shkruaj popullin tanë, në bazë të protestat të panjumën të studentëve, profesorëve dhe qytetarëve të Kosovës, që në mas në byrës institucioneve në Kosovë, për jashtimit profesorëve të byrja shkollën, byrja spitaleve, erdimin njerëzve nga përna, dhe është kësaj jetë. Dhe ishte e sistemi paralel, në duhet me ka përcu të fasë, ishte diskutim të drejt për drejt të servit. Nxënësit sollën poezi të përgatitura për të kujtuar këtë ditë historike. Populli shqiptar e drejtë e veta për të Kosovën e rebelluar. Dhe për vitet e veta ka provuar mësumet e veta në shtypen dhe dhumën më shtirësore nga kushtuesit sërbë. Në ofrallë, në burgosën e në masakruan vite vija të mira të popullit të pambrojtur. Një nga këto veprime të dhumës të territorit sërb është edhe brasa e mësuesit të detyruar Valentica, Belausha, si dhe brasa barbare ekspedicionësaj nga Dëqalli. Vrasje, dhumë, diskriminime të rërë, shtriju mbimin e popull kushtues sërb. A i ka fëmijë të rinj, kushtues të për shkolla, bush të për ara, vrash të vrau. Për një ditë në gjini këtë një populli, ligi shtia shtetore e Kosovës, se vetë me forë serioze për realizimin idealeve dhe aspiratave të popullit të për bashkimit të kotorë. Nxënësit dëgjuan me vëmendje dhe respekt, duke reflektuar mbi guximin dhe vendosmërinë e atyre që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës. E krejt në fund, patën mundësinë t'i drejtojnë pyetje generalit Daud Haradinaj. Mësimëroj të shkollëve dhe bashkëpunëtorë e shërbimave të mëdhenj, çfarë mesazhi patriotik keni ju për të gjithë rinjët, të cilët nuk e kanë përjetuar luftën, proja gjenerale të reja, por që i gëzuar jeni në fund sakrificave të juaja. Faleminderit. Që ajo që a thonë, kur si që a pas që me pa një djallë tanën, ose një qitë tanën që sakrifikon ma, se mendoj që edhe ato që i kemi dhonë, i ka pas nevoj me i dhonë, por jemi detyru për shtatë kushtuzve, po që më gëzën i fakt është, nëse e sheni artin, kulturën, ta marim shamën Rita Ora, Dua Lipa, jënë ty në simbol Republikës Kosovës në aspektin global. Majlinda Kermende, Nora Kermende, në sport kanë marrë medalje olimpike. Në futbol keni një sa të dënë Republikës Kosovës që nga bojnë krenarë. Biznes keni njerë të e për sukseshëm, jetën publike keni njerë të e për sukseshëm. Po në nëjë që herojtë e ju do në konë tash herojtë e brezit ju. Mos një harru sakrificën, as një herë, por me pa për para. Nëse dojnë me e studje, ju do në me mësu, ju do në me ngu prënë, fillën pastaj. Profesorët e ju, pastaj qamë gëzoj fakti kurina në këtë shkollë i gjena. Por një mirë me donë që e keni, se kjo është meritë e përbashkë, se krejtë kolektivit, por mos harroni se ky shembull i juaj ka më përcjellë edhe të shkolla tjerë. Kjo është kërkesa e vetme që na e kemi sot të brezi i ri. Mos më harru kur kalumën, por jo gjithmonë më marr me të kalumën. Ju me pa ka ardhmja, anë është vizioni i përbashkët. Si përkujtimi i sakrificës dhe guximit, shkolla i ndau mirënjohje generalit Daud Haradinaj dhe 2 pjesëtarëve të stafit që janë veteran të luftës. Ky aktivitet ishte një udhëtim në të kaluarën heroike, një mësim i gjallë për guxim, vendosmëri dhe dashuri për atë veon, duke i lidhur nxënësit me trashëgimin e lavdishme të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës.